Krejt bota ka me eksportu shumë ma pak tashti në Amerikë, për shkak se ka me pas ndërmars që tashti ndryshojnë kohën, thënë në Amerikë është shumë shtajt me shku me qu malën, tash duhet me gjithë një treg tjetër. Dhe kjo sërish një të rast do ulte fushin vepruese të dyja këtyre shteteve tona kundrejt tregut amerikan. Më shqetësuese është natyrisht impakti i tarifave në ekonominë globale. Më shqetësuese do të jetë se çka do ndodh me ekonominë globale pas tarifave, pas ditës së djeshme. Kështu që unë mendoj që aty është një term tregtar që përdoren, aty ku ka kriza ka oportunitete ose ka mundësi ose ka shanca për të depërtuar në tregje edhe entitetet panjohura. Për shembull, eksportuesit kosovar kanë me pas gjasa, kanë me pas shanca me eksportu në vendet me të cilat nuk kemi pas eksport në kaluar, për shembull. Një gjë që është shqetësuese, siç e thash më herët, është paparashikueshmëria e politikave ekonomike amerikane, për shkak se fatkeqësisht ose fatmirësisht, varësisht prej opinionit të perceptimit të njerëzve, gjithë ekonomia globale varet nga tendencat ose nga intencat e administratës amerikane se çka bën jo vetëm me tarifat, po çka bën aspektin e geopolitik. Për ne si Kosovë, efektet do t'jenë minimale, unë besoj, nuk do t'ketë ndaj efekt kështu të madh, pa marrë parasysh që në një anë tjetër ato entitetet që merren me eksportin me Amerikën do të vuajnë pakës për shkak se nëse deri dje kanë pas tarifa me TVSH ose pa TVSH në eksportet e mallrave të tyre për Amerikë deri në 2-3%, tash e kanë 10%. Kjo do të thonë ju ngushton margjinat bizneseve që eksportojnë në Amerikë. Por gjasat janë që kompenzimi ose një lloj rikompenzimi mund bëhet me rritjet eksportave në vendet jo amerikane ose jo detyrimisht lidhura me Amerikën. Krejt bota ka me eksportu shumë ma pak tashti në Amerikë, për shkak se ka me pas ndërmars që tashti ndryshojnë kohën, thënë në Amerikë është shumë shtajt me shku me qu malën, tash duhet me gjithë një treg tjetër. Nëse ne do flasim për efekte që shkaktojnë tarifat në një treg, do thot në këtë rast që produkti i Kosovës në këtë rast ose i Shqipërisë kur Shtetet e Bashkuara importojnë produkte nga Kosova ose nga Shqipëria, automatikisht këto produktet kur vendosin një tarifë doganore do thotë që do jenë 10% më të shtrenjta se çfarë është kosto e tyre reale. Pra kosto së realizimit të produktit do të shtohet 10% dhe kjo në këtë rast do afektojë se do preki dy tregues. Treguesi i parë është në këtë rast rritja e çmimit për konsumatorët. Nëse kompanitë importuese të këtyre produkteve do vendosin që këtë kosto shtesë të tarifës prej 10% do t'ja përcjellin konsumatorët të fundit, ose në këtë rast mund të ndodhë që këto kompani e absorbojnë vetë këtë kosto shtesë, pra këtë tarifë shtesë, dhe konsumatorët i ofrohet i njëjti produkt me të njëjtin çmim, por ndërkohë kjo ul në këtë rast marzhën e fitimit të kompanisë. Mund të sjellë një zvoglim të eksporteve nga Shqipëria dhe Kosova dhe Shteteve të Bashkuara. Në këtë mënyrë, Shqipëria dhe Kosova humbet konkurrencën në treg, pasi do favorizohet një produkt tjetër. Ose mund të ndodhë që produkte që importohen nga Kosova dhe Shqipëria të mund të realizohen në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo sërish një të rast do ulte fushin vepruese të dyja këtyre shteteve tona kundrejt tregut amerikan.